Place Vendôme është një prej shesheve më të rëndësishëm historik, luksoz dhe njëkohësisht po quhet të hospitalities në Paris. Në qendër ti është kolona Vendôme, e cila është derdhur me bronzin e 1800 topave të fituara në betejë nga Napoleon Bonaparte gjatë betejave napoleonike, dhe në maj të tij është vendosur statuja e Napoleon Bonapartit. Përballë dyqani i pari Cartier, i cili është hapur në 1848, i pari dyqan në botë, ndërsa në këtë drejtim është Hotel Ritz, hoteli më luksoz, më i famshëm i Parisit, i lidhur me dy histori. E para me Coco Chanel, e cila jetoi deri ditën e vdekjes saj në një suite të Hotelit Ritz, që sot quhet suita Chanel, dhe po aty u regjistrua video e fundit e princesh Dianës, e cila doli nga ky hotel dhe humbi jetën duke shkuar në drejtim të një restoranti. Ndërsa në anën tjetër përballë është një prej dyqaneve ku Dodi Alfajedi bleu Dianës po atë mbrëmje unazën e fejesës. Ndërsa në cepin tjetër, në këtë drejtim, është pallati ku banoi Napoleon Bonaparte, i cili refuzoi qëndronte në pallatin mbretëror dhe qëndroi në këtë zonë, në numrin 11 të Place Vendôme. Është një miksim i jashtëzakonshëm i luksit, hospitality, pra shërbimeve dhe historisë. Sot është sheshi ndoshta më luksoz me kompanitë më të mëdha të modës në Paris dhe njëkohësisht me hotelin më të famshëm, jo vetëm Parisit, por një nga 10 më të famshmit e botës.